ekzistuar edhe opinioni, bindja e thellë se reuma do të thotë i prek të gjithë, reuma i prek moshat e shtyra, pleqt, tani do me thonë nuk është më ashtu. Ndoshta, fatmirësisht edhe pse është numër më i madh i profesionistëve, do me thonë specialistëve të reumatologjisë, çdo ditë zbulohen, diagnostifikohen, trajtohen numër shumë i madh i pacientëve nga sëmundje, do me thonë reumatike, po moshat e reja. Edhe në klinikën e reumatologjisë, po t'ju rastis, do me thonë rastit vini të sheni pacientët, po thuajse në gjitha dhomat, mos them, do me thonë mbi 70% pacientëve janë pacientë të ri. Shpeshherë habiten edhe familjarët, kur vinë edhe shohin se këtu, do me thonë, nuk ka vetëm moshat shtyra, nuk është sëmundje vetëm të pleqërisë, ka do me thonë sëmundje që po i prekin gjithnjë më shumë të rit. Mund ta quaj me të drejtë, do me thonë, duke u mbështetur edhe në atë që po vazhdimisht edhe po citojnë dhe po deklarojnë edhe ekspertët nga reumatologjia, ekspertët e fushës në Evropë dhe në barë botën, se tani, do me thonë, kjo është epokë e sëmundjeve autoimune. Do me thonë, kanë shpërthyer në barë botën edhe numri i tyre është, do me thonë, çdo ditë e më shumë në rritje. Zbulohen sëmundjet autoimune, të cilat mund të barazohen me sëmundjet malinje. Do me thonë, rrezikshmëria e tyre është baraz me një pacient të cilën do ta mjekojnë për një sëmundje malinje. Kërkojnë një vëmendje, do me thonë, të vazhdueshme, një trajtim, një kontakt vazhdueshëm, do me thonë, me mjekun përkatës, dhe kështu që vetëm në këtë mënyrë neve do me thonë do t'ja dalim që të mbajmë këta pacienta, të themi ashtu në gjendje remisionit, jenë do me thonë jo gjithmonë të ndihen mirë, të punojnë, zhvillojnë aktivitetet e përditshme, edhe faktikisht të rritet jetëgjatësia.